Në këtë episod rrezikova jetën time dhe shkova në Lazarat. Bëj shaka sepse Lazarati nuk ishte fare i rrezikshëm. Aty takova disa prej banorëve të zonës, shkova në marketin e të Utës ku fsheu razi, i mora fletoren e borxheve. Më pas takova Xhevairin në rrugë, i cili më ftoi në shtëpinë e tij dhe aty takova Tatianën, me të cilën bëra garë se kush mbjell më shpejt qepët. Besoj e dini se kush fitoi. Më pas shkova në fshatin e Libohovës, aty ku ndodhej rapi shumë vjeçar, dhe në fund vizitova Kalan e Libohovës. Se çfarë ndodhi, me detaje ndiqeni tani. Sot jam në qendër të Lazaratit, ky vend mistik të cilin nuk kam dashur gjithmonë ta vizitoj. Për çfarë mbahet Lazarati? Çfarë bimësh rriten këtu, mullaga, trëndelina apo dafina? Kjo mbetet të shihet, por unë jam shumë kurioz të pyes banorët e parë që do më dalin para, kështu që le të shkojmë. Ti çfarë bën, si e kalon ditën këtu? Vjen për ditë në këtë kafe? Unë vi çdo ditë këtu, kaloj kohën me shok, me tëra merar, jemi jashtëzakonisht mirë. Po ja, unë sot të gjeta vetëm, ku i ke shokët? Po tani shokët, po tani, sa është ora tani? 9 e pak. Po, 9 e pak, po unë gre me kënë orën 5 të mëngjesit, më i dash. E ka bërë garkon, kam bërë unë tani. Po shokët zjohen me vones. U do? Shokët zjohen me vones, tem. Shokët, Po. me shok kënë orën 4:30, 5. Me vërtet? Po. A është ky mbrapa një nga shokët e tuaj? Si? Po, Një nga shokët e tuaj është? po, ky shoku im. Me çfarë profesioni jeni marrë? Unë kam patur shumë gjë. E para kam qenë shofer një. Po, kam qenë furgji. Të tëra e kam bërë. Pra ju pas keni bërë një pasuri të madhe. Ja, tani gjot pushasin. Aja gjot. Ai lokali aty është timi. Gjotaj. Shtene tani gjotaj. Neve na doli nami se ku ne e kemi bërë me ashash, me atë kanabisin. Po. Nuk është e vërtet. Unë vetë gjagjajt pushasin gjagji ty, aja jot, vetë me desën e ballit. Me kam lokalin tani për shkëlqyt, veç në lokal tim tani dhe më të habite tani ati. Smugon asë gjë fare. Po ti pse e pi kafen këtu dhe jo te lokali jot? Po, edhe të lokali e pjo. Po këtu kam shokët. Po Lazarati për çfarë mbahet? Cila është një gjë që, për shembull, unë jam nga Lushnja mbahet për shalqinjt. Neve mbajemi për gurtat. Gur të that? Më duket Xhaxhi po tallesh me mua. Jo, Xhaxhi. Jo, po tallesh. Po tallesh me mua. Më mirë që më ke gjë. Ju si e kaloni kohën e lirë? Zgjohesh në mëngjes dhe deri në darkë, çfarë bëni? Ja. Vjen këtu? E se këtu. 500 lek jo. 500 lekë, ha? Edhe... Po 500 lekë jo për ditë, ti pas ke lekë Jo tani? për ditë, jo. Jo për ditë, ha? Njerë javë i këtu. Njërë në javë. Sot që ka ditë festet, pas kam gjetë fiks. Edhe rria të bërë, ti që... Me plakën. Plakën, si e ke njohur, me mblesëri them? Jemi të vjetër edhe. S'mani mend si jeni njohur. Ma njohë, ma e baba, nuk. A e do t'i atë edhe sot si ditën e parë? Apo, Do të qepë shumë tani. do të shkoj shumë. Po është e vërtet që mbas disa vitesh bëheni si shok? Po. Po ja me si e? Mirë faleminderit juve. Mirë, si është jeta këtej në Lazarat? Po mirë, qetë, më të shumtit njerëzit kanë ikur, ikur, jashtetit shumë të rinj, po kemi me të ngelun edhe plejt edhe në një kish në përpundra, kështu. Pa janë nga këto që flasin mirë mëngjes kështu dhe mbrapa kave thonë, kjo bajamja, është një kjo. Dëgjoj tani, na këto gjëra kanë çdo vend. Pra, këtu më dil. Kanë çdo vend. Po në përgjithësi neve jemi dhe njerëz mikpritës. Do pish kafe, do hash buk, jemi për mikpritës jemi shumë. Jemi. Jemi, po, për zotin e madh.
Dëgjoj këtu unë takova burrin tënd te lokali. Buri ku ti të flas ta se rakia. Se lerakia? Po i foli bil moj. Te ç'sta mo? A i tha këtu ka 300 të rinj tha. Ku janë të rita mos qof. Mos qof. E pas ke burrin shumë optimist më Mo duket. ta ke buri ku e. Aty hajde do të Po shohësh. pash me edhe në shtëpi, që dua? Çe do burrin, Jo, ha? mos se Të dua. shpërzitur? Mos se dua, po ku janë kush popull? Moj burrin. Ha. Si e ke burrin, si e ke mbajtur? Unë, Gjithë viteve. zotni, mo që të jetë buri, është zotni. Si e ke njohur ti atë? Të bëti. Me mblesëri. Po, jam 73 vjeç që se dhe me dashuri. E do një lloj si ditën e parë? Apo tani jeni bërë si shok dhe shok? Jo, tani jemi bërë më të revëlla, shok e Mo të revëlla. shoqe, qajmë hadavalle, ja. Tani unë të pash ty ti që ke si kokramollës. Që Çka në kohë është ti kot? Kokramollës që ke. Ba, po, Yll bote. Qa? I lacën? Sa le kam bërë këto? Ka bëjnë 70.000 lekë në muaj. 70.000 lekë. E, Shumë shtrenjtë, dhe pas një jetër shumë të shtrenjtë. po se bëjnë? Tani unë dua fletoren. Letare kur të bjesh lekët. Do të bje, pra ja këtu i kam lekët me vete. Ja. Sa mo? Ajo ka 5 milion ajo. Kush ka Ajo 5 fletorje ka 5 milion lekë? Po. 5 milion lekë që njerëzit i kanë marrë borxh dhe nuk i kanë kthyer. Po, nuk tregon e fletoria. Bjerë që se me lekë këtu. Do 5 milion lekë i Ta bje. shua ju që, jo, ku sa edhe 4, muzikë. Edhe 4, Ta shua ju këtu me dorë time, e kur të shoh lekët e tua do shoh si fletoren. Hajde më dishni se jam futur fshehur as ditë utës për të gjetur se ku mund ta ketë bllokun. Këtu pas ka ca fletore, për që kanë fletore bukur shkrimi. Sa lapsa, ua, vrasë mizash. Kujtohet që e kisha një herë një kopë, tani s'kemi më miza, kanë ngorë dhe mizat. Ku mund ta ketë? Jo, këtu s'ka. Të çorapet s'besoj ta ketë. Po këtë që është? Oh, hajde këtu. Hajde këtu, se më duket e gjetëm. Shishi borxhet e para që vijojnë nga fletoret e para. I 1/10/2024. Hajde. Korrigjime, po pas ka ta korrigjime, i pas ka lartë sa borxhe. Ky është libri sekret i të utës. Ky është libri sekret ku ajo thuhet që ka 4 milion lek borxh. Dhe ju duhet ja shlyeni, duhet vini këtu dhe t'ja shlyeni. Gjeta Samantën, e cila po më çon të shtëpia hallës së saj, ka ardhur për vizitë, do i jem dhe unë surpriza e hallës, shohim si do na mi presi. Kadrije! Ata si? Po! Po zona këte, ju me çfarë keni gatime tradicionale që bëni? Çfarë diti të bësh? Në të tëra. Lakrorin për shumë? Lakrorin, birekun me laka, me djathë, me supra, me të tëra. Kush është nga banorët e zonës më i pasuri këtu? Nuk e di, shtë të themu se unë në gjep tënd nuk futem. Nuk fute, nuk i tërgoni lekët ju këtej? Po ja të themu ti, të regon le këtë? Ja, unë si tërgoj me Ta thënë po drejtë. dy se kush është i pasur, ata që punojnë, mirë. Po shtëpin këtu, si e keni bërë? Burri, bashkë, apo e keni trashëguar? Jo, buri ka bërë. Burri. Më pëlqen kjo mobilja këtu shumë e bukur. Kështu kam pas dhe unë të shtëpia më përpara, dhe televizori me centro. I keni ruajtur traditat. Po shtive, im s'kemi lek që t'jetë në poshtë këtu edhe marrëm të ra. Pra nga pamundësia, keni mbajtur të njëjtat. Po. Të dhomën këtu e keni kur vinë miqtem? Po, Miq të veçantë. dhe jo adërbardhja. A jam unë një mik i veçantë? Po ka që më ullë. Murin e pas keni shumë të trash murin e shtëpisë. Është shtëpi e vjetër kjo? është piguri, Shpiguri. Është shumë e vjetër? është në ngu. Vate janë kjo gjithë të cënë. Si e keni bërë ju këtë shtëpi? E ka bërë buri me qekan mo. Me çekan. Ato që bënen. Ua, pas ka dhe kalorifer. Këtë përdorni për të ngrohur gjatë dimrit, besoj. Po. Kishte edhe poshtë, sa kohë kisha pa parë.
Tani më thuaj pak për çfarë mahet Lazarati, se për këtë kam ardhur unë këtu. Lazarati për të tëra të mirat ka me këto. Mos kërko ti se që bëri na shashin ato kora. S'është më, ë? Ka ikur tani. Se unë thash do rrezikoj jetën time, thash do futem Lazarat Mos tash. të trëmir se ka ikur të Mos të trembe. Ka ikur kanë ato mora në dy një shtëpit kanë mytur myllur. Ej, pash, trokasën për shtëpi dhe nuk e Ka hapi. ikur më. Ndonjë VIP këti nga fshati juaj kush ka dalë në VIP? Enca për shembull ka dalë nga Lazarati apo s'është nga Lazarati? Enca. Është një këngëtare apo s'është nga Lazarati ajo? Se këndon ajo për kështu paf puf edhe prandaj. Nuk di, shtë të the. Ne mbyllur brenda shpirë jemi, edhe qofshi mirë. Unë të falenderoj. Edhe i qofshi mirë të tërë. Si kalon ti? Mirë. A je lodhur? Qa bën? Me qa merresh këtej? Me blektori. Po shqyr doli një që merret me blektori. S'po shikoj atë po. Më bëri përshtypje që s'po shikoja kafsh këtej. Ju me çfarë kafshësh jeni? Me dhën? S'ka këtu. Kafi time? Po që fitime do këtë? Ku i keni? Keni lëshuar në kodra? I lëshoni në mëngjes dhe i merrni pastaj? Pa nuk humbi? Unë pa... Ka të tjerë që rinë me to, ka të tjerë. Po. Sa i shisni një? Një dele, a një shele, ka si e si... Dele. Varet. Kur është për mish që në skartimit që i themi ne, që është për të prishur nuk mbahet më, rreth me 100-120.000 lekë. Po mik pritës, a jeni mik pritës? Ti ku e ke shpinë? Ja, këtu pa. Do më mik presësh mua në shtëpi? Hajde shkojmë. Ja pra i gjeta më në fund mullagat për të cilat mbahet Lazarati. Sepse shumë më kanë thënë për mullaga, Lazarati mbahet për mullaga, ja ku kemi mullagat kuqe. E pa alamet shtëpije të vajër. Komplimenta. Me djes. Me djers. Me qi. Keni emigruar? Për sa vitësh? 15? Në Greqi merreshit me ndërtim. To që shej kam bërë vetë. I ke bërë vetë gjitha. Mos shikoj o tavane këto, po që si muratur. Kryesisht vetë. Shumica në Lazarat po ankoheshin që gjendja ekonomike këtu nuk është mirë. Është keq. Është keq. Po ja djali juaj nuk ka emigruar ende, çfarë e mban atë këtu? Këtu e mban ne jemi në shtëpi, familje. Na ka ikur njeri, të gjithë të ikin. Të gjithë do i duhet dhe një për shtëpi. Po tani më shpjego pak se pse gjithmonë fëmia i fundit duhet të rri me prindrin. Si shpjegon që ne shqiptarët e kemi këtë çuni i fundit të rri me të shtëpisë? Çuni i fundit të rri me të shtëpisë sepse i madhi martohet më shpejt, do krijoj familjen më shpejt, shkëputet më shpejt, i vogël është më i vogël, do martohet më vonë, vjen gjithmonë. Edhe ngec, është me të ngecur. Po me të ngecur. Si e? A je lodhur? Si jemi? E këputa këtë mullagën të bacja për ty. Shumë faleminderit shumë. Me qenë se Lazarati mbahet për mullagën. Me çfarë po merresh? Çfarë do e mbjellësh Shef këtë? të njoma. Qep të njoma? Ja, do marrim atë. Do i mbjellësh që tani apo në fillim do e punosh? Tani si ka mundësi që ti po punon, burri po vinte i ndani detyrat ju, nuk është si ajo Nuk i kemi të ndara. të ndara, nuk është si burrat. Që në 4 të mëngjesit, burri. Po thaj, dola. Më të lartë. Po. Vetëm kështu ja dilet. Po, si do jetoja? S'ke si Do tjetosh. që si jetoj. Ti mja dua të hapër edhe time. Se a me i lache. Po. Ha, punoj dhe vetë roba qepsi. Punon rroba qepsi. Se dhe roba qepsi. Do më qepësh më një kostum? Se mos të ta qepi. Sa lekë bën një kostum? Në roba qepsi. Në bazit e vijëm, qetësone me 2 orë, dalë në bache. Me perime, me të gjitha sa më vonë asnjë gjë. A nuk lodhesh duke punuar ndonjëherë? Jem në baqetime, Nuk lodhesh kur. Fare. Banorët këtu të zonës si janë? Shumë. Jemi shumë. A keni kunata ju? Kam. I ke këtu afër? I ke larg? Tani me sa kam pyetur unë për rreth, më thonë që sa më larg ti kesh kunata aq më mirë shkon. Qa vërdoj njeri në shpinë e tjetër. Zonjëri.
Kom shpinë. Shkoni me njëri tjetrin. Gjithë shumë mirë. A jeni zënë për një tokë, për një ulli, për një kështu? Fare, s'kemi pse të zjemi. Do njerish në vendin e tij. Tani, Tatiana, do bëjmë një sfidë bashkë të mbjellim të dy qep? Po pse të mos? Do më thosh? Zjemi, pse mos? Super, hajde. Tani, unë punën se dua që ta bëj me sira, se e kam qarë, dua ta pres me magjiza, Okej, do hajde. t'i fim plën, do ta bëj me vija, po tani me që do ti tani që Tani që ta tregojmë. do të bëj, ja, vija, Dhe një vi, e nxjerr vijën, po do t'ka bëj me magjiza, u do ta rregulloj. ta bëju një vi tjetër tani. Se të mos ta bësh, Qa më mungon mua? ja. Hajde, bismillah. Hajde, bismillah. Shëndetit, të kemi familjen, fëmijët, Kemi fëmijët të mirë. mire, të gjithë o zoti E ma. ca ty. Pas ti e bëra vijë, shife jërë? Ja. Shife? Shumë mire bëre. Ja. Shumë mirë. Prit tani do bëj dhe një vit tjetër dhe do bëj një garë kush i mbjell më parë, unë apo ti. Hajde. Hajde. Gati, 3, Jep. 2, 1. Mos me i bësh na bishti. Si duhem dhënë? Ja, koka Nga poshtë. koka poshtë, Po. bishti lartë. Po, ja. Fitova! Paka shumë në të njëjtën kohë. 2 sekonda më shumë unë. Mu dori rehat, ti që dalësh ti i pari. Okej, Tatiana, e bëjmë kështu, Tatiana. Ha. Tani prit vënohu qik, mendohu njërë, shi djerës të mendohu njërë, mendohu. Foli qik me burrin. Por fituesja e vërtet është Tatiana! Ja. Nuse na e fut në punë. Nuse në punë e ka. Punë. Këtu në bache? E pra, Jo, e ka punën e saj ajo. nuk e ngatron me punët e fshatit. Shi, në qoftë se unë kam një punë që nuk t'ja ban dot, mjene më një monde nusja. Po që nusja më bën punën. Më fshin, Po gjellën ku që më bën bukën, gjellën, i ban nusja. Qa gjellësh bënusja? Na të gjitha. I ke mësuar ti apo e I dinte dinte vetë? vetë, që mësuar vetë në E pas shtëpi. ke marrë kështu all inclusive. Jo, më bën të vetë, edhe ato që si di, bashkë të dyja. Super. E kam Flori. Flori, Po po çdo si të është bëna. sekreti që duhet shkosh me nusën? Nuk e diu për veten time shkoj shumë mirë me nuse. Po si shpjegoj ti që ke rasti rrallë për të marrë në studim? Se mos të shkoj me nuse, ç'na bën nuse? Po ja, për shembull do nusja të dalin në qytet me Të djalin. dali me shnet. Ti nuk je vete nga mrapa që Sot i du vete të vi dhe nga unë? Sot i vete u. Kur duan ata më marrim ne vete, hajde ne dhe ti mami u kam punë zë vete vetë se ata më thon. Hajde mami, të dalim për kafe. E kam vajtur, se them që s'kam vajtur. Gjyshe e bërë apo ako? Jam bërë. Je Me dy bërë? lipa. A, ti ke Me dy lipa, po e kam larg djalin. I ke larg në Kanada? Më tha, ti vetë do vesh në i Kanada? Kam vajtur. Ke vajtur? Me gjithë burin po. Ti që ke yll mi Tatiana Kam pse vajtur, po, stua? më pëlqen vëni. Të pëlqen vendi, a do e ndroje Lazaratin ti me në një vend tjetër në Shqipëri? Dëgjoj këtu vajta në Kanada, po atje brenda nuk ri dot. Si ishte atje? Ti do merë kazmë dhe bam! Po nuk ri dot brenda. Patëllxhanin sa të gjatë e keni? Prita shofim? Hajde kamera. Po mashallah e pas keni. Mashallah. Gëzuar, mirë se ju gjeta. Mirë se na erdhët që. Shëndet, marsi dhe lumturi. Gjithë të mira të kemi. Dhe mbare, një vit i mbarë, inshallah. Si jeni njohë ju të dy tani? Më tregoni pak. Si jemi njohër, ato kora qenë kora. Glesëria, a? E të bëni. Pak e rënë me fat, se mund qëllon të një burr tjetër, je knaqur me burrin? Shumë e ka naqur. Këto i nërojnë burrat sikur i kanë. Ah, Burin e parë dhe jap kokën për të. A senjori as. po ti të pas ka qëllur telebingo me të parin. Po si, Po tani, marrë 100 burra edhe asnjë rast nuk pëlqen. dëgjoj, po është moda e re tani, që duhet të provosh disa më parë, të kesh disa eksperienca dhe pastaj të godasësh. Me eksperiencat e këtyre more, aman. Nuk mendon që është e duhur ashtu? Jo fare. Direkt me të parin duhet godasësh në shenjë. Hapën syt, mirë se kanë të zgjuarat, hapin syt ta njohi. Ju të dy tani jeni zënë ndonjëherë se në çdo çift ka zënë ka. Tani zën ka, se po nuk u zure ne. Kush jetë kjo, si jeton do të zihemi, do duhemi. Pas u zure nuk duhet. Kush kërkon falje i pari nga ju të dy? A, ulem shumë.
Tani, unë pash që shtëpia o bori shumë i bukur njërë, edhe brenda, komplimenta. Tani, ne shqiptarët e kemi pak muhabetin te leku, sa ka kushtuar e gjitha kjo? O, ta kishti more dja. Hajde, bëjmë qiko llogarit. Shtëpia dhe vetë jam bërë pishmon. Se Sa? kam erdhur lek, kam bërë Shumë. gjakun e zëmrës në këtë shtëpi, me të gjithë bori. Po pse ne shqiptarët investojmë shumë në shtëpi? Gabim është. Gabim është? Dëgjoj, sikur mos ta kesha bërë këtë shtëpinë, kush e di ku do isha me burë, se ky më ikte në Greqi, më rinte 3-4 muaj më vinte në shtëpi, shpenzonte, bënte shtëpi. Sa ka vaj tani? Sikur ti kishim nedhur me ato lek themi. Mbi 20 milion? Pse ti derdhim lekët? Kemi për shumë gabim themi, pse? Më mirë, po të kisha ikur dhe unë me burin, do isha me fëmijën ande, do ishin dhe fëmijën. Tutje do ishin më mirë akoma. Nuk e di pse përfundova këtu, po me shumë mundësi nga që shumica e njerëzve në Lazarat ose kanë emigruar, ose tashmë janë vetëm të moshuar në shtëpi, ose nuk duan të dalim para kamerave, dhe pavarësisht se këtij misioni është të tregoj realiteti, njerëzit, edhe me nota humori, duhet thënë që Lazaratit i mungojnë këto nota humori, dhe e vërteta në fakt është kjo që shihni, në rrugë nuk para ka njerëz, nuk para ka të rinj, nuk para ka as kafsh, duke sikur ka ngelur dhe është duke u zbrazur ditë pas dite. Ne tani do shkojmë në një fshat tjetër në Libahov, kështu që na ndiqni. Sa po kam bërritur në Libahov dhe jam në parkun qendror të zonës dhe po më habit se që ka shumë bukur dhe unë tani do t'rregoj anën time fëminore sepse të gjithë e kemi nga brenda. Shkojmë të shohim se çfarë na ka sjell Libahova. Shneti këtu në këtë orar të drekës vetëm. Pres dashnore. Kë ke dashnore ti këtu? Kë kam, atë që kam për jetë. Atë dhe pra, është gruaja juaj, dashnorja juaj. Prej sa vitesh ke me atë? Po gati 5 vjetë. 5 vjetë, je ende... 5 vjetë! 50, po pra se... Më falë se më ka rënë vapa. Tani, cili është sekreti që keni 50 vite bashk? Je ende i dashuruar si ditën e parë? Jeta ka sfidat e veta, por neve lidhjen e mbaj, sepse kemi qenë të dashuruar. Duke ecur më dolën përpara 3 nga djemtë e fshatit, të cilët ishin Fatosa Torsa, normal, un kam kudo fansa. Gjetëm një tavolinë bosh me disa domino dhe tham pse mos të luajmë. Mirë po pronari i lokalit na përzuri dhe në fund të fundit shqiptarët nuk janë dhe aq mirëpritës. E shikoni pra, ky është një rap shumë vjeçar, nuk e di sa vite, ka që sa i trashe është, mund të vi unë 30 herë rrotull dhe shikoje këtë trung, shikoje këtë deg. Jam këtu me Fatmirin, i cili është një nga banorët e zonës që ka shumë njohuri për rapin. Fatmir, çfarë mund na thuash? Kjo është një pemë që ka një diametër 7 metro. 7 metro? 7 metro. Është 25 metro i lartë, mos shikoj intervistat që i kam vënë dhe nuk din të japin. Është 25 metro i lartë. Po të hypësh në majtë të kësaj peme, siç mund të hecësh nëpër kodra të veçanta, nuk duket fundi kur hypën andej apo ta shohësh se nuk ka një maj. Nuk ka një maj. Është sikur je nëpër brigje të veçanta, por ata i kanë hypur ose po ta shohësh me dron nga lart. Zë një sipërfaqe, mos o them, po për mbi 1400 metro katrore.
Se po ta shikosh. Shumë e nga- madhe. Nga dega atje, të krungu është 20 metro dhe 20 këtej 40. 4 me 4 bie 16. Po, Vetë një llogari e thjeshtë. Kështu matematika. që është një pemë që më shumë gjethe i bien në korrik dhe në gusht se sa në muaj nëndor dhjetor. Pse? Sepse ka shumë gjethe kur fillojnë shirat e parë në pranverë, Bien më herë. mund të bjeri shi dhe këtu nuk lagesh. Grojnë nga gjethet njëra tjetër, Ai është një shumë qatrë gjethe ka. mrekullueshme. Po. Edhe A ka kështu ndonjë që- legjend për rapin? Po, Si është krijuar? një berber i cili nguli një krab, kliqo i themi në anën tonë, për të varur muslukun. Çuditërisht ajo u zu, edhe ja, si është forma e kësaj, ja, si që është forma e tillë, nguli një krab dhe kjo u zu, edhe kështu që ngeli. Ka një veçanti, ndryshe nga gjithë pemët e tjera, që edhe kur bie erë e madhe apo që frynë bën, mund të thjet në një deg tepër e vogël. Tepër e vogël, po Nuk bën nuk ka bën shans. si të tjera, Po, pavarësisht se un kam hyrë maj me maj, e kam krasitur, e kam bërë. Vërtet? E ke mirëmbajtur pra. Në sifte këtu, kur kishte një makinë, hoqja, një saurel me mishke, rapi pret dhe përcjell vet. Më i moçmi që jeton, me sharkun që valë vitet, gjithë vendin e freskon. Kjo mbrellë madhështore, të gjithë e kam zili me degët kryqëzore, je pajrim e je freski. Nuk ma i që e shion, këtë bukurit të radhë, rënjët e tia të thella, asnjëri nuk i ka parë. U i ftot i burimit që të jep gjallëri, përzirë me zën e bilbilit, i thot klientit të ri. Degët lidhër kryqëzuar, tregojnë për lashtësin, libo homo i zonjë rënd, pse humbe parësin. Po ti veten se lëshove me filizat që po ngre, vetëm prap e krenove dhe do jesh ajo që je. Shumë e bukur. Jam duke shkelur në Kalan e Libohovës, e cila është shpallur në fakt monument kulture në 1963, por një fakt interesant është që Ali Pash Tepelena ja ka bërë këtë kala dhurat për dasmën e motrës. Pra, motra e tij ka marrë një kala dhurat. Kështu që të gjithë ju vëllezër që keni dasmat e motrës, mendojni mirë sa t'i bleni se shiko Ali Pasha. Ndërkohë kemi arritur në fundin e këtij episodi, ne do shihemi në episodet e tjera. Deri atëherë mos harroni që ndonjëherë lumturia gjendet dhe në gjëra të vogla.